Labi, Hajde. ftoj të qosh ta marrësh zarfin, Hajde. nëse do në ta lexosh vet, apo t'ja japësh dikujt që ta lexoj Se mu mëre? zarfin. A shkoj ati e mrenda, ku ha? Tu? Këtu. Hajde. Aty. Veç mos u ngot. Mos u ngot, Labi. Ja, ti po më tutësh, qa me bota? Jo, e lexon tani e shef. Qetësi. Oke, Labinot, sonte jashtë kësaj shtëpie nuk po flitet për lojën tënde, por për emrin tënd. U fat, marri pak frymë. Në media dhe portale po qarkullojnë lajme që prekin familje dhe identitetin tënd. Po tu e se ki një familje jashtë martesës, me një grua sërbe. Këto mure nuk i ndalin zërat e jashtëm, a me Labi kur përmendet familja nuk është loj. Ndaj sot ti ke mundësi të qarosh para të gjithëve dhe të japësh variantin tënd të ngjarjes për të shuar sa do pak aludime nëse ato janë vetëm të tilla. Këtu apo të shkoj dhomë refyme, ku doni? Jo, Labi, përpara se të dëgjojmë, Falni? përpara se të dëgjojmë, Labi, çfarë ke për thënë për këtë histori? Kjo është gënjeshtër totale, sepse nëse kam diku fëmijë, unë nuk e lo fëmijën tim të jetë në duar të dikujt tjetër, fëmijën e marri te unë, por kjo është turp nga kush është qarkulluar, sepse sigurisht për të prishur imazhin tim. Kjo është një kushëriri im, a mujt ta sek edhe emrin? E kushëririt? Para se me zbulu edhe emrin e kushëririt edhe me spjegu, hajde ta ndjekim klipin me Titu që kanë qarkulluar gjithandej.